Fëmijët që kanë probleme në të folur nuk vuajnë disavantazhe në shkollë, sugjeron studimi i ri australian. Më shumë se 10% e fëmijëve të cilët kanë vështirësi në shqiptimin e fjalëve rrjedhshëm deri në moshën 4 vjeç nuk janë më pak të aftë në komunikim se fëmijët që flasin më rrjedhshëm. Këto ja tregon fakti se kanë dalë po aq me sukses sa fëmijët e tjerë në testet e projektuara për të vlerësuar gjuhën e tyre, aftësitë e të menduarit dhe temperamentin. Problemi me të folurën është relativisht i zakonshëm, por prindrit mund të sigurohen se belbëzimet nuk janë të lidhura me rezultatet e dobta në vitet parashkollore dhe mëtej, thot Sheena Reilly, autorja kryesore e studimit të Institutit të Kërkimeve të Fëmijëve Murdoch në Parkville, Victoria. Ekipi i profesoreshës Reilly ka studiuar pak më shumë se 1600 fëmijë në Melbourne, Australi. Nënat e tyre plotësuan pyetësorët sipas rregullave duke përcaktuar nëse bebet e tyre kishin filluar të belbëzonin që 8 muajsh dhe fëmijët u vlerësuan duke parë aftësinë e tyre në gjuhë, në të folur dhe në sjellje nëpërmjet testeve që u kryen kur ata arritën moshën 4 vjeç. Profesor Reilly dhe kolegët e saj u thanë prindërve të lajmëronin grupin e studimit nëse fëmia i tyre fillonte të tregonte shenja të marrjes së gojës. Diagnozat u vendosën nga një mjek patolog i cili vizitonte shtëpitë e fëmijëve me vështirësi në të folur çdo muaj për të parë nga afër përparimin e tyre. Në moshën 4 vjeçare, 181 nga 1600 fëmijët që morën pjesë në studim u diagnostikuan me vështirësi në të folur të vazhdueshme, gjë që tregon se kjo dukuri është e përhapur tek fëmijët, por jo domosdoshmërisht e përhershme. Sipas studimit, dukuria e mbipërmendur mund të vijë si rezultat i një zhvillimi të shpejtë të gjuhës tek fëmijët, pra nuk duhet parë domosdoshmërisht si diçka negative.